Skenaret për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor duke se nuk janë shumë pozitiv. Kjo sipas analistëve të huaj, që vijojnë të hedhin idenë e themelimit të problemeve në rajon, e kjo si pasojë e vendeve që duan të riorganizojnë kufit. Profesori i lëndës për punë të jashtme në Universitetin e Verdit, Walter Russell Mead, në një koment për Wall Street Journal, shkruan se situata në vendet e Ballkanit mund të kthehet në një problem serioz për Bashkimin Evropian. Në një takim të mbyllur kohëve të fundit, një zyrtar i mirë informuar gjerman u pyet se çfarë është problemi më i madh në Europë. Përgjigjja e tij erdhi pa hezitim: Ballkani Perëndimor, ku po krijohet një krizë e re, kurse Turqia dhe Rusia po ndezin tenxherën. Në skenarin e tij më të keq, Rusia dhe Turqia do të inkurajojnë problemet në Ballkan, Serbi dhe Shqipëri, për të ndihmuar ata që të riorganizojnë kufijtë e rajonit. Por sipas tij, shkëmbimi i territoreve ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve duket i pamundur. Për Rusinë dhe Turqinë, aftësia për të shkaktuar probleme në Europë dhe në Ballkan është me rrezik dhe me kosto të vogël, analizoi profesori amerikan, por ai shpreh bindjen se vendet e Ballkanit prirën më shumë drejt Bashkimit Evropian. Perspektiva e antarësimit në BE për vende si Serbia, Maqedonia, Malizi, Kosova dhe Bosnia ka bërë më shumë se çdo gjë për ta ruajtur paqen e brisht në Ballkanin Perëndimor. Çdo vend ballkanik do të ishte më tepër pjesë e BE-s se sa aleat i Rusisë apo Turqisë. Profesori pretendon se vendet e Ballkanit nuk mund të antarësohen në Bashkimin Evropian, gjë që po venit shpresat për antarësim.